Bashkimi Evropian do të duhet të blejë $350 miliard energji amerikane për të lehtësuar tarifat gjithëpërfshirëse, tha presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, duke hedhur poshtë ofertën e Brukselit për tarifa 0% në lidhje me makinat dhe mallrat industriale. Komentet e Trump ishin në përgjigje të presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, që tha më herët se Bashkimi Evropian kishte ofruar uljen e tarifave të bllokut në 0 për makinat dhe mallrat industriale të importuara nga Shtetet e Bashkuara, nëse Trump do të bënte të njëjtën gjë. I pyetur nga një gazetar nëse oferta ishte mjaftueshme që ai të tërhiqej, Trump tha: "Jo, nuk është. Ne kemi një deficit me Bashkimin Evropian prej $350 miliard dhe ai do të zhduket shpejt", deklaroi Trump. Sipas tij, një nga mënyrat që mund të zhduket lehtë dhe shpejt është se ata do të duhet të blejnë energjinë tonë nga ne. Ata mund të blejnë atë. Ne mund të reduktojmë deficitin $350 miliard në një javë. Ata duhet të blejnë dhe të angazhohen për të blerë një sasi të tillë energjie. Oferta e von der Leyen erdhi pasi Trump javën e kaluar vendosi tarifa 20% ndaj Bashkimit Evropian dhe një tarifë minimale prej 10% ndaj partnerëve të tjerë tregtar. Si përgjigje, tregjet financiare në të gjithë botën kanë humbur $triliona në vlerë me aksionet europiane, që pësuan rënien e tyre më të madhe një ditore që nga fillimi i pandemisë së COVID-19. Presidenti amerikan dyfishoi kritikat e tij ndaj Bashkimit Evropian, por tregoi se ishte gati të bënte një marrëveshje me bllokun për sa kohë që ai angazhohej të mbyllte deficitin tregtar me SBA-n, duke blerë më shumë energji amerikane. Ideja e blerjes së energjisë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në një përpjekje për të shmangur tarifat nuk është e re. Pothuajse sapo Trump u rizgjodh, von der Leyen sugjeroi hapjen e negociatave për të blerë më shumë gaz natyror të lëngshëm amerikan, por Shtetet e Bashkuara nuk ofruan qartësi për mënyrën se si do të funksiononte një marrëveshje. I pyetur nëse tarifat e tij globale ishin një taktik negociimi apo të përhershme, Trump tha: "Mund të ketë tarifa të përhershme dhe mund të ketë gjithashtu negociata, sepse ka gjëra që na duhen përtej taksave. Kjo nëse ne arrijmë një marrëveshje vërtet të drejtë për Shtetet e Bashkuara, jo të mirë për të tjerët, pasi tani vjen Amerika e para", shtoi Trump.